Një deputet përantar të komisionit. Ka dështuar edhe përpjekja e 17 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Vetëvendosja nuk arriti të sigurojë numrat për të vazhduar procedurën me votim të fshehtë. Para nisjes së seancës, kryesuesi Avni Dehari kërkoi konsultim me përfaqësues të grupeve parlamentare. Dehari u kishte kërkuar atyre një marrëveshje për shmangje të rregullorës së Kuvendit, ku seancat do të mbaheshin çdo javë e jo çdo 48 orë, por që është refuzuar nga shumica e përfaqësuesve politik parlamentar. Është krejtësisht e papranueshme me bëni kërkesë të tillë për me shkel rregullorën me vedije deputetët e Republikës Kosovës, dhe e dyta kjo tregon që vullneti i tyre nuk është në asnjë mënyrë me tentu me bë zgjidhje apo me lëviz përpara, po thjesht këtu konseritje, këtu repriza mos normalisht çdo 2 ditë, po normalisht çdo javë. Ne këtë shohim indikacion shtesë që lëvizja vetëvendosje nuk është absolutisht e interesuar që ta bëj konstituimin e Kuvendit. Do me thonë, ata mungesën e institucioneve të Kuvendit dhe të qeverisë e kanë reduktuar në problem të mbledhjes çdo 48 orë të deputetëve. Rrjedhimisht nuk ka asgjë që mund të quhet ose të deklarohet si shkelje, përveç se një përpjekje për të kthy paksa në një orar tjetër këto takime, dhe e dyta që asnjë nga 3 partitë të pakten ato që deklarohen nuk e ka një qëndrim të njëjtë mbi mbarvajtjen e procesit në seancën konstituive. Derisa kanë vazhduar edhe kësaj radhe akuzat dhe kundërakuzat se kush po e bllokon konstituimin e Kuvendit. Seanca vazhdon të hënën.